kuptuar në Unë mendoj Kosovë që është i keq kuptuar në një farë mënyrë duke e parë si shkaktar vetëm feminizmin. Te një çift, shembull për marr. Unë mendoj që të gjitha problemet apo konfliktet apo çdo gjë që ndodh nuk ka të bëjë me feminizëm apo me gjini në këtë aspekt, sepse një marrëdhënie dy persona vendosin të jetojnë bashkë sepse ata e kuptojnë njëri tjetrin. Unë mendoj që ka mungesë nashti komunikimi, apo kur një marrëdhënie nuk është e shëndosh, mandej lindin do thotë defekte tjera që mundohen ta hedhin fajin tek feminizmi apo tek pabarazia apo diçka. Mirë po e tëra qëndron tek komunikimi. Nëse një burrë dhe një grua kanë komunikim të mirë, ata kanë sigurisht edhe familje të shëndosh. Prej aty buron mandej edhe edukimi i fëmijëve, që do të thotë përcillet mandej me gjenerata. Në cilat aspekte mendon që është keq kuptuar feminizmi sot? Është keq kuptuar ndoshta prej mos perceptimit të duhur të disa individëve, sepse nuk mund të themi në gjenerale për gjithë, që nuk e kuptojnë do të thotë çka konkretisht, domethënë i orientohet ka feminizmi. Ndoshta e kuptojnë si feminizëm pse një grua po kërkon të drejta shumë, shembull për marr, në një farë mënyrë mirë, po kjo nuk qëndron, sepse të drejtat askujt nuk ka nevojë as t'ia kërkoj, sepse ne lindim me to. Edhe nuk mund të themi që po kërkon shumë, apo gruaja, burri po jetë në hije, se gruaja tash po merret me financa, me gjitha, nuk ka të bëjë me feminizëm. Ka të bëjë me raporte apo komunikim jo të